Në zemër të luginës së Preshevës, aty ku identiteti fetar dhe ai kombëtar kanë ecur gjithmonë krah për krah, jeton një imam që prej më shumë se 2 dekadash e ka shndruar minberin në vend edukimi, dialogu dhe shpresje. Për besimtarët ai është imam i xhamisë, për studentët një profesor, për studiuesit një intelektual, ndërsa për shumë shqiptar të luginës së Preshevës, Nexhimedin Ademi është një motiv për ruajtjen e identitetit fetar, kulturor dhe kombëtar. Por gjithçka nisi nga një familje tradicionale shqiptare. Tradita feqare ka qenë e dalluar në familjet tona. Mu më kujtohet pak se kam rri edhe periudhën e sistemit komunist kur kam qenë fëmijë, dhe prindërit e tonë, Allah i pas mëshiruar, kanë qenë të kujdesur që nga mosha rinore, e hershme, fëmijërore dhe rinore, që pak a shumë kuadër të atij edukimit të përgjithshëm të kujdesen që të marrim edhe një edukim mbi të vërtetat e fesë, mbi fenë. Sigurisht ne kemi pas modele në shtëpitë tona, sikur çdo shtëpi të besimtarëve, s'po them diçka të veçantë, po është fal namazi, është lexuar Kurani. Me sa kujtoj prindët e mi, për shembull, sidomos në xhumopramat të jetët mbrëmje dhe para xhumos, ishin jashtëzakonisht në leximin e Yasinit, në leximin e Kuranit. Gjatë kohës Ramazanit vazhdimisht lexoj hatme për shtëpitë tona. Dhe në përgjithësi ka qenë një atmosferë, një ambient ku tradita fetare për neve nuk ka qenë e panjohur. As vitet e komunizmit nuk arritën ta shkëputnin familjen e tij nga besimi. Përkundrazi, ato vetëm sa forcuan bindjen se rruga e dijes fetare ishte ajo që duhej ndjekur. Familja jonë, për shembull, edhe gjatë kohës së regjimit komunist nuk është se ka qenë integruar në sistem. Por me që ne ishim si familje me identitet dhe përkatësi fetare, edhe të tjerët, domethënë regjimi zyrtar që ishte, na shikonte se për këtyve s'ka asgjë. Bestaj lej le të mirën ta me fe, se janë me fe, dhe për ka shkollimi e për ka kështu, këta s'kan pas interesim. Jo që s'ka qenë dëshira dhe vetë dhja, por me që dëshironin e kishin konzervuat përkatësinë identitare, fetare, islame, kështu edhe aspekti i shkollimit pak a shumë nuk ishte në plan të parë, po pikpamja ideologjike e arsimit që le provojnë të komunizmi, për prindrit e tonë, për gjyqrit e tonë, është pak vështirë, sepse flitej që për gjërat të cilat fliteshin kundër Zotit, fliteshin për një farë lloj vllazërim bashkimi, ku e diun çka atëherë që për ata ishte e pa imagjinueshme kjo. Dhe në këtë kontekst pak a shumë në familjen tonë shkollimi ka qenë pak në plan dytë. Edhe për shkak të pikpamjeve ideologjike edhe për shkak. Por me kalimin e kohës, më kujtohet baba Rahmetlia, tha, këtë po e çojnë medrese. Nëse e çojmë shkollë, po e çojnë medrese. Për shembull, edhe kështu kur ishte pyetja për me shku në shkollimin e medresës, aty nuk kishte dileme fare. Vendimi për ta vazhduar medresin nuk ishte i lehtë. Ishin vite kur shumë kush përpiqej t'i largonte të rinjt nga studimet fetare. Atëherë, kur pata shpallë se do të vinë medrese, shumë njerëz për shembull shprehin habin edhe dyshimin, duke pas parasysh që relativisht një sukses të mirë pa ta treguar në shkollën fillore. Pse ti si nxënësi nivelit që mund ta zgjidhësh një drejtim më ndryshe, perspektiva jote do të jetë më e kompletuar, armëria do të jetë më e sigurt. Çfarë ki me përfitu prej hoxhallëkut? Hoxhallëku është i vështirë, është jashtë rrjedhave. Pastaj kishte edhe disa, ta them, vlerësime që seriozisht ka pak të mendonin, ju keni më marrë me xhenaze, keni me laku foma, dhe thjesht atmosfera ishte e tillë që të përgatitej tereni që ti as mos me mendu me shku me vazhdu medresen. Mirë po tham, rrethanat ishin tjetër, edukimi familjar ishte shumë vendimtar, dhe njohja jonë me islamin, me fejen, ishte familiarizuar aq tepër, rrënjosur në vetdijen tonë, në mendësinë tonë, dhe gjërat e tilla nuk bëshin përshtypje. Pas medreses Alaudin, ai vazhdoi fakultetin e studimeve islame në Prishtinë, ndërsa më vonë edhe studimet master në sociologji në Universitetin e Tetovës,
Sot është kandidat për doktoratur, duke dëshmuar se kërkimi i dijes nuk përfundon me marrjen e një diplome. Për profesorin e Universitetit të Prishtinës në Fakultetin e Mjekësisë, Rahman Ferizi, kjo etje për dije ka qenë gjithmonë pjesë e karakterit të tij. Zotërin Nejmedin Ademin e njohim që një kohë bukur të gjatë, thuajse 3 dekada, prej kohës kur ishte në përfundim të studimeve të tij, dhe se çdo herë kemi pasur një përshtypje briljante për këtë personalitet, i cili dallohet me karizmën e tij, prej intelektuali, prej teologu i cili profesionin e tij e ka marrur edhe si mision, si altruizëm, jo vetëm si profesion. Dhe mbi të gjitha si një njeri i cili rezondon urtësi, largpamësi, vizion edhe punë të pandalur. Zotëri Ademin e kemi njohur si një aktivist fillimisht që ka vepruar në Kosovën lindore, por aktivitetin e tij ka shtrirë edhe me gjerë në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri dhe vende tjera. Kontributi i tij mund vlerësohet në aspektin e aktivitetit edhe sjelljes së studentëve nga Kosova lindore. Dhe nuk ka mjaftuar vetëm sjellja e tyre në Kosovë, pa ai ka ardhur personalisht me ta, dhe nuk është kthyer derisa i ka akomoduar, ju ka siguruar burrë vendbanim, një çështje shumë e nevojshme për të vazhduar studimet e tyre. Ai nuk mbeti vetëm brenda auditorëve. Për vite më radhë është angazhuar në konferenca shkencore, ka drejtuar projekte rinore dhe ka qenë zë aktiv në debatet mbi identitetin kulturor të shqiptarëve. Shefi degës së historisë në Institutin Albanologjik të Prishtinës, Nuridin Ahmeti, personalitetin e tij e sheh në disa dimensione. Personalitetin e tij e shoh në 3 dimensione. Dimensioni i parë është ai i prisit fetar. Mendoj se Nejmedin Efendi Ademi me punën që e bën si udhëheqës i Këshillit të Bashkisë Islame të asaj ane dhe me menaxhimin e institucioneve që i ka në nëmbrell dhe me organizimet e jetës fetare që merret në vazhdimsi dhe sidomos nga viti kur e ka marrë detyrën, ai kontribon që fen ta prezantoj si faktor stabiliteti, morali dhe uniteti shoqëror në një vend që ka plot sfida politike dhe sociale. Ky dimension mendoj se është i rëndësishëm për të potencuar te personaliteti i Nejmedin Efendi Ademit. Aspekti tjetër, ose dimensioni tjetër që unë e shoh te ai njeri është dimensioni intelektual. Përmes librave të botura, përmes shkrimeve, përmes paraqitjeve të tij publike, ai synon në rujtjen e ekuilibrit në mes të aspekteve fetare dhe të veprimtarisë ose jetës së përditshme të njerëzve të asaj ane. Dhe aspekti tjetër është, ose dimensioni tjetër, është ai kombëtar ku Nejmedin Efendi Ademi në vazhdimsi interesohet për avancimin e të drejtave të komunitetit të cilën ai e përfaqëson në ata. Pra, është fjala për të drejtat kombëtare. Të gjitha këto aspekte që i potencuam, mendoj për nga forma e organizimit janë për t'u admiruar. Ata që e njohin më nga afër, thonë se vlera më e madhe në Nejmedin Ademit nuk shndron vetëm te dijet apo angazhimi i publik, por tek mënyra se si ka ditur t'i afrojë njerëzit, pa bërë kompromis me parimet që ai predikon.
Dhe gjitha e kom pa një person, një imam i cili ka arrit me mishru bashkohorën me tradicionalën. Një njeri i cili, do me thonë, edhe besimtarët, edhe praktikus, po edhe jo praktikus, ka arrit me afru rreth vetës, edhe për shkak disa virtyteve tjera të cilët i përfaqëson ai. Për shembull, gjithë është tolerant, arrin për shembull me kuptu tjetrin, edhe nëse nuk pajtohet me to. Por njëkohësisht do thotë kur nuk shputet nga ajo të cilën ai realisht e predikon. Pra të gjitha të themi kështu vlerat dhe virtytet që mund t'i përbëj Islami, do me thonë, i kom gjetur në të Nexhmedin Ademi personalisht, pra se një farë dëshire për emancipim, kërkim të dijes, do me thonë, respekt faktikisht edhe të grupeve të marginalizuar, dhe gjithmonë, do me thonë, modest, njeri i cili për mua gjithë ka arrit me rujt modestinë edhe për shkak të nga njëherë privilegje që mund të jep statusi imamit në një shoqëri të vogël, ajo ka dashur të qëndroj pak a shumë modest edhe nuk ka pas egocentrizëm ta quajmë kështu. Por edhe pastaj këto që po e tham, një farë dëshire për emancipim të gruas, së vajzës, do thotë shkollimin e saj, të varfërve, të marginalizuara, po edhe jo dogmatik, jo fanatik kështu. Edhe për mua i ka përfaqësuar, domethënë, këtë pak një farë një rrymë të një imami bashkohor i cili nuk shkëputet nga tradita, nga Islami tradicional, por nga ana tjetër një njeri i cili edhe është i angazhuar për të mirën e përgjithshme, nuk e ka përkufizuar vetëm te çështja, domethënë te çështjet e predikimit të tij si imam. Megjithatë, pavarësisht angazhimeve akademike e shkencore, vendi ku ai ndihet më afër njerëzve mbetet xhamia. Ai kujton se xhamati ishte ai që i dha besimin e parë, shumë kohë përpara se të emrohej imam. Unë e falenderoj xhamatin këtu, se edhe sot çuditem, për shembull, vitin e 3 edhe 4, mua ky xhamat ma ka dhënë mundësinë me dalë aty në minber edhe me kallëzu vajzë. Nga perspektiva sot kur i kam 53 vite, thonë, po se disha ka ngua ta mua atëherë në medresë. Qa kum ditun e me fol atëherë. Do më thonë, shumë ka qenë xhamatu i afërt. Pse unë nuk kam qenë imam. Unë do më thonë, për 2002 që jam imam këndej. Mirë, po gjatë Ramazanit nuk na kanë largu, na kanë ofru për të bërë një përvojë, për të bërë një praktik. Po sot e them prap, në vitin e 2 të medresës, vitin e 3 unë kam ligjëruar në mihrab këtu. Sot se di çka ata më kanë ngu mua. Do më thonë, kështu ka qenë. Xhamati ka qenë moshë shumë. Unë isha një pityre. Jo si do të thotë isha në moshë. Dhe sot më kujtohen ai rreshti i parë i safit të aty në njerëzve, për shembull, që ishin të moshuar, veshja e tyre. Sot kemi xhamat, po se jemi pak më të moderuar, edhe për ka pamja, edhe për ka ndryshuar, edhe safi i parë ka ndryshuar. Besimi që xhamati pati tek ai vite më parë vazhdon edhe sot. Rahim Zylfiu, një nga besimtarët që e njeh prej ditëve të para të shërbimit të tij, thotë se ligjëratat e Nexhmedin Efendi Ademit kanë qenë gjithmonë të mbushura me mesazhe që prekin jetën e përditshme. Hoxhën unë e njoh prej se ka ardhur, prej ditëve të para, edhe si hoxh kemi pas fat që ta kemi në fshatin ton. Hoxha i përkushtuar deri në fund në kryerjen e obligimeve të veta. Kuptohet edhe ligjëratat e atij ne kanë shumë, domethënie, përmbajtësore. Hoxha është me plot kuptimin e fjalës tamam vijën e dur, ku mund të mirët shembull shka është besimtari i Islam, këshire hoxhën që vepron dhe ti nuk jenë në devijim, nuk jenë në lajthit. Kështu që ajo është edhe mbi të gjitha, domethënë se nuk është që e flet, po nuk e vepron. Po hoxha jo atë çka e flet, ato e vepron edhe ki si virtyt mbi të gjitha, si virtyt njerëzor, po edhe edukata, edhe këtë kanë ndikuar ato që të jetë një njeri i formuar me plot kuptimin e fjalës, një besimtar musliman ashtu që si duhet. Asnjëherë nuk ju munduar që ligjëratët jenë të shkëputur nga ky realitet dhe mos prekin ndonjë aspekt i cili ka me përmirësu gjendjen, ka me rujt unitetin dhe kohezionin brenda kësaj basie lokale. Prandaj i investimi i jam, domethënë, në përgatitje dhe dhënien e mesazheve gjatë ditës së xumës, ditës së premteve, ka qenë që derset ligjëratat të përfshihen
në përditshmërinë tonë dhe ta kuptojmë se Islami merr përsipër që të kujdeset edhe për jetën jo vetëm brenda mureve, po edhe jashta mureve të xhamisë. Çfarë do të thotë kjo? Që të ndikojnë në sjelljet e tona, të ndikojnë në pamjen tonë, të përmirësoj mendimet e tona dhe në fund të bëhet një farë lloj modeli dhe mundësia për të ndërtuar një jetë në qytetar më të mirë, në komunitet dhe për të bërë një njeri më të mirë. Pikërisht, ky komunikim i afërt me njerëzit e ka bërë që për më shumë se 2 dekada, xhamia të mos jetë vetëm vend falje, por edhe vend i edukimit dhe i bashkimit. Misioni i imamit për të nuk përfundon me faljen e namazit apo mbajtjes së hutbes. Ai beson se puna më e rëndësishme fillon pikërisht atëherë kur edukohen brezat e rinj. Për këtë arsye një pjesë të madhe të jetës i ka kushtuar mësim besimit. Një nga gjërat që e bëj me shumë pasion kështu, edhe pa pritur hiç është mësim besimi. Se dyqysh e ndi një farë përmbushje shpirtërore, kur fëmijëve u mësoj leximin e Kur'anit dhe bazat e para të edukimit dhe besimit. Tradita e edukimit fetar në këtë vend banim nuk është e re. Ajo është ndërtuar brez pas brezi nga imamët që kanë lënë gjurmë në këtë trevë. Ai kujton se dhe familja e tij është rritur në këtë frymë. Është i vetmi fshat që gjatë kohë, jo i vetmi, po që masovikisht ka mësuar fëmijët këtu edhe gjatë regjimit komunist. Motrët e mia, vëllezërit e mi, gjeneratat e mëhershme kanë mësuar leximin e Kur'anit. Unë thash, nëse shkolla i ka pas 450 nxënësa, përmi 100 e tepër kanë qenë gjatë kohës së imamit kur ka qenë Rahmetliu i nderuar Allah e pasqyrë Allaziani. Dhe këtë tradit më është mirë që e kanë trashëguar. Me të vërtet, ta zëmune e di, kur në 2002-2003 ka ndodhur që këtu kanë pas deri 90 nxënësa. Rezultatet e kësaj pune, sipas tij, shihen edhe sot. Nëse dikur mësim besimi ndiqej kryesisht nga fëmijët, sot dëshira për ta mësuar fenë është zgjeruar edhe tek gjeneratat më në moshë. Ka shumë, për shembull, prej motrave tona ose prej vëllezërve tonë që për x shkaqe nuk kanë mësuar Kur'anin më herët. Tani në moshë të shtyër, po 30, 40, 50 deri 60 vjeçare, janë duke kanë shpreh interesim për me mësuar leximin e Kur'anit. Që edhe këto në fshatin tonë kemi filluar me një mualime të cilët kujdeset nga Bashkia Islame e Kosovës, që të mësojnë leximin e Kur'anit gratë për shembull që janë të shtyme në moshë. Habitës për shembull sa ka interesim, kjo dukuri përpara s'ka qenë. Besimtarët thonë se kjo nuk është rastësi. Sipas Xherem Yusufit, Nezmedin Ademi ka ditur të flasë për fenë në gjuhën e kohës, pa shkëputur asnjëherë nga parimet islame. Është një hoxh shembull, është i kapshëm shumë për xhamatin, ligjëratat e tij janë gjithmonë aktuale me temën që normal edhe ato fetare. Edhe gjatë studimeve gjithmonë si ide ka qenë që gjithmonë kur të kthehena unë këtu në vendin Çoratic me bashkëpunu me hoxhën për çështje islame, me një fjalë, është një hoxh që është afër xhamatit, është një hoxh që është me xhamatin gjithmonë dhe është i shumë i kapshëm edhe është aktual, duke i përfshi edhe ato normal edhe temat fetare. Megjithatë, edhe këtu ndihet një nga plagët më të mëdha të luginës së Preshevës. Nezmedin Ademi thotë se sot dallimi është i dukshëm. Talin kjo është problemi më serioz, ose kancerogjen. Problem i luginës së Preshevës është, domethënë, lëvizja demografike, shpërngulja e popullatës nga këtu. Ne deri tash kemi bisedu për shumë probleme, por tani po e shohim se kjo është një nga problemet prioritare, me cilë duhet bëjt shmos të ndërmarrëmi të gjithë, të mobilizohemi të gjithë për ta penguar shpërnguljen. Faza e parë ka qenë e shpërnguljes, domethënë me rastin e pas çlirimit të Kosovës. Një pjesë e madhe e shqiptarëve të luginës së Preshevës. Mos flasim të Medvegjës, se Medvegjës është ki për 1450 njerëz. Shqiptarë kam fjalën. Pjesa tjetër janë duke banuar në Kosovë. Edhe prej këtuj, një pjesë e madhe e kanë gjetë veten, edhe janë shpërngulë dhe jetojnë. Dikush për shkak të risnisë politike, dikush për shkak të perspektivës ekonomike, por një pjesë bukur e mirë
domethënë janë shpëngulë edhe në Kosovë. Ndërsa në 6 vitet e fundit, me hapjen e vizave të punës, pas liberalizimit të vizave, vërehet një shpërngulje masive e të rinjve nga Lugina e Preshevës. Tash kjo është problem nacional. Besimtarët thonë se kjo nuk është sfidë fetare, por sfidë e përgjithshme që po përballen të gjitha vendet e Ballkanit. To nuk e shoh si problem fetar largimin e trive, por normal, si çdo hoxhallar, edhe Hoxha Nezmedin me mundësitë e veta që i ka dhënë këshilla në hutbe edhe në derse edhe me xhamatin, takime me xhamatin që vendi normal është i shejt, por këto largimin e trive nuk e shoh si problem fetar. Normal, kontributi i Hoxhës ose derset e Hoxhës janë që mos me lishu vendin, që na mëson feja, por njerëzit janë detyruar për tjera arsye. Në fakt, zbehja e besimtarëve në xhami lidhet me një realitet shumë të madh, largimin e të rinjve dhe të familjeve shqiptare nga Lugina e Preshevës. Pikërisht, kjo është shqetësimi që shoqëron prej vitesh edhe vet imamin. Unë që 23-4 vite jam imam. Këtu, në ditën e xumos, ta thënë, para 4-5 viteve, pavarësisht se a ka qenë sezona e mërgjimtarëve tonë apo jo, xhamia ka qenë plot këtu. Edhe nalt, edhe poshtë, po flas për ditën e xumos. Ka që 3-4 vite që nuk ka ndodhur, kur unë hypi në hutbë ditën e xumos, hapësira e xhamisë tonë midis është 8 bras. Dhe për të bërë hiç s'ka nevojë me bëu një sontazh atë në studim. Se e shef se në ditën e xumos, për shembull, ti e ke vetëm këtë pjesën poshtë me xhamat. Pjesa e afërme, domethënë është e shprazët. Ti kjo ta bën diferencë. Përkundër mundësive që ka pasur për ta vazhduar karrierën në institucione më të mëdha, Nezmedin Ademi ka zgjedhur të mbetet aty, ku e nisi misionin e tij. Për Belgzim Kamberin, kjo zgjedhje flet më shumë se çdo titull akademik. Të Nexhi, për shembull, ka pas shumë mundësi edhe, për shembull, i çdosh sipas meje ka mujtë me kontribu shumë Prishtinë, ose me një qendër më të madhe se është me potencial. Po vetë fakti, sipas meje, që ka pranuar me ndej çaty, çat farë ka tundin edhe, ta pe kupton, jo vetë si imam, po edhe si njeri, unë mendoj që kjo është një sen edhe paradoksal edhe jashtëzakonshëm, po më rësh. Se sot vetë fakti ti me nejt atë, po plus me potencialin e tij, sa ai ka pas mundësi, ta pe kupton. Ai ka vendos me vetë zgjedhje me ndej çaty. E kjo nuk është edhe kombëtare, por është edhe shumë njerëzore. Për të nuk është vetëm çështje statistikash. Çdo familje që largohet, lë bash një shtëpi, një bankë, shkolle, një sofër dhe një vend në xhami. Dhe pikërisht këtu, misioni i imamit shkon përtej mureve të xhamisë. Ai bëhet përpjekje për ta mbajtur gjallë shpresën se Lugina mund të ruajë identitetin dhe njerëzit e saj.